Imagjino sa të pavetëdijshëm jemi shpesh ndaj potencialit tonë të vërtet mendor, sa që nuk kuptojmë se një fjalë, një mendim apo një libër mund të ndryshojë përgjithmonë jetën tonë. Siç e ka bërë libri Think and Grow Rich, mendo dhe pasurohu. Por para se ta kuptojmë këtë, shumë prej nesh shpenzojmë para për gjëra të kota, ndërkohë që një libër i vetëm mund të transformojë jo vetëm gjendjen tonë financiare, por edhe të ardhmen e trashëgimtarëve tonë. Mos u mashtron nga mendimi se kjo është e pamundur, sepse ata që besojnë dhe veprojnë janë ata që ndryshojnë botën e tyre. Veprat sjellin rezultate. Nëse dëshironi rezultate të garantuara, veproni tani, por si doracakun çelësi arritjes financiare. Ju falenderit dhe mirupafshim.